Si qëndron gjendja në komunën e Graçanicës edhe me pjesë të rrugëve mbase edhe në hapësira më pak të banuara, qoftë edhe ndryqimi publik, problemi me ujë ose të ngjashme. Gjatë mandatit tim si nënkryetar kemi investuar shumë në infrastrukturë, konsideroj. Kështu që në mandatin tim si kryetar e kam premtuar dhe kam në program që në çdo pjesë të komunës së Graçanicës do të ketë asfaltim, trotuare, ndriçim, ujësjas dhe kanalizim. Por në çdo pjesë, edhe në ato ku janë më rurale dhe më të largta. Ky është premtimi im, si kryetar. Atëherë kam premtuar si nënkryetar që do të asfaltohen rrugë dhe do të ketë trotuare, ndriçim dhe ujësjas dhe të gjitha thuajse janë realizuar. Zotrejti, duke parë se komuna e Graçanicës është kryesisht e banuar me komunitet serb, si besoni të krijoni një farforme dhe ura të bashkëpunimit mes dy komuniteteve, për shkak edhe të specifikave që kjo komuni ka? Unë besoj që mënyra më e mirë është që të rinjtë tonë, pra shqiptarë, serb dhe rom, ashkali, t'i takojmë më shpesh përmes aktiviteteve të ndryshme. Gjatë mandatit si nënkryetar kemi realizuar disa takime, kemi pas dy kampingje kanë qenë të organizuara së bashku me OSBE-n dhe me KFOR-in si dhe një hiking. Ata kanë bashkëpunuar dhe janë shoqëruar së bashku. Ne gjatë mandatit tim do të vazhdojmë në këtë mënyrë, të kemi takime sa më të shpeshta dhe të rinisë, këtë rast të më të rinjve tonë, të komuniteteve, pastaj planifikojmë edhe ndërtimin e stadiumeve në Kishnicë, e cila do të bëhet në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, Rinjës dhe Sportit dhe Federatën e Futbollit të Kosovës. Dhe këto stadiume do të quhen kampi multietnik. Aty do të formohet klubi dhe do të kenë të drejtë të gjitha grupë moshat prej të gjitha komuniteteve të jenë pjesë e atij kampi. Zotrejti, pra aktualisht ju jeni nënkryetari i komunës. Dua të di përvojën e dialogut, komunikimit, bashkëpunimit që në këto 4 vite keni arritur ta bëni edhe me udhëhec pra të komunës që vijnë edhe nga komuniteti serb. Unë me të marrë mandatin një qëllim e kam pas, që komuniteti në përgjithësi të ndodhi i kënaqur. Pra, kemi shikuar vetëm ato probleme që janë lokale, pa u marrë asnjëherë me politikat e mëdha. Dhe ky ka qenë synimi im. Dhe për këto afër 4 vite, unë besoj që qytetarët janë ndarë të kënaqur me investimet që si nënkryetar i kam sjellur në komunën e Graçanicës, ku e përmenda më herët infrastrukturë në rend të parë, sepse kanë qenë shumë vendbanime të diskriminuara më herët, dhe këtë ja kemi arritur që brenda kësaj periudhe afër 4 vjeçare të investojmë. Cilat janë përveç pjesës së infrastrukturës, çka tjetër është investuar dhe çka tjetër është bërë në të mirë të qytetarëve të komunës Graçanicës? Po i përmend si projekte të mia është edhe shtëpia e kulturës, e cila është duke u ndërtuar tash aktualisht. Po, dhe besoni se do përfundoj në mandatin, në rast se merrni pra mandatin 4 vjeçar? Kjo do të përfundoj edhe në fillim të mandatit, sepse unë besoj që deri në pranverë më së largu shtëpia e kulturës përfundon. Zotrej, a jeti si ka qëndruar komuna e Graçanicës edhe sa i përket mjeteve